الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Falendërim Allahun Azza wa Jall, atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavat gjatë për cilin Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezërna, inshallah taala do të përkujtojmë diçka pasi që jemi në pragun e ditës së Arafatit lidhje me vlerat dhe mirësitë e ditës së Arafatit. Ku e lusim Allahun Azza wa Jall që Allahut na i mundson të arrijmë këtë ditë dhe të bëjmë dua në mënyrë që Allahu Azza wa Jall të na i pranon duat e mirësive të dunjos dhe të ahiretit. Të nderuar vëllezër, nga mirësitë dhe vlerat e ditës së Arafatit kanë përmend dietarët në bas argumenteve të Kur'anit Kerimit dhe Sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se kjo është ditë e përsosjes së dinit Allahut Azza wa Jall dhe plotësimit të mirësive të Allahut Azza wa Jall ndaj nesh. Allahu Jalla Jalaluhu tha në Kur'anin Kerim: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Pra sot unë jau përsosa fen time. Jau përsosa fen tuaj për ju, jau plotësova dhuntin time ndaj jush dhe zgjodha për fe Islamin. Dhe zgjodha për fe për ju, dhe me thonë fen e Allahut, fen Islamin. Në hadithin të cilin ka ardhur në Sahihul Bukhari dhe Muslim nga Omer ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, thotë se një ditë prej ditëve Jehudit kur ndëgjuan për këtë ajet madhështor të Allahut Azza wa Jall, një nga jehudit e pyeti Omerin radhiyallahu ta'ala anhu dhe i tha: "Ja Amir al-Mu'minin, ja Amir al-Mu'minin." Dhe me thonë, këto po shifet se vohën masi Omeri radhiyallahu anhu o bon khalife. Ka thonë: "Ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alayna ma'ashara al-yahud nazalat lattakhadhna dhalika al-yawma 'ida." Thot një ajet ju e keni në librin tuaj që lexoni vazhdimisht, aq madhështor i madh, aq ka vlerë të madhe, sikur të kishte zbrit tek ne do të kishmi marrë thot atë ditë zbritjes të ajetit të kishmi marrë për fest në tan jetën. Tha Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, cili është ajeti? Tha: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Pra ajetin çka e cek? Se sot ja u përsosa juve fen. Dhe ja u plotësova dhuntit. Dhe ja u zgjodha për fe Islamin. Tha Omeri radhiyallahu ta'ala anhu: "قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم." Thot na, thot e dim, jo vetëm ditën, po edhe vendin ku ka zbritet kjo ajet. Edhe thot: "Wa huwa qa'imun bi Arafa yawmul Jum'a." Ai ka qenë thot se qëndruar i pejgamberi alayhi salatu wasalam në ditën e Arafatit, në vendin e Arafatit, në ditën e Jum'a. Kjo madhështia, një nga madhështitë e kësaj dite. Pra, për muslimanët, veç asaj që është festë madhështore, ajo që ka e boni madhështore këtë ditë nderuar, pra neve ehlul Islam, ummetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është se këtë ditë u plotësu, pra, jo që u plotësu, po u përsos dini Allah subhanahu wa taala. Dhe u plotësu dhuntit e Allah. Çka do të thonë ka dallim mes përsosjes dhe plotësimit? Përsosja do të nderuar është një diçka që nuk ka më nevojë
me shtua me paksu, o përsos më. Edhe kjo është feja Allah subhanahu wa taala. Pra o përsos, do më thënë, o zbrit plotësisht vahji Allahu xhalla fi ula. Dhe plotësisht është në mbrojtjen e Allahut xhalla xhelaluhu nëpërmes pejgamberit të tij dhe muslimanëve. Dhe kjo përsosje ka me deri në ditën e Kiametit. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Na kena zbrit edhe na kena me mbrojt deri në Kiamet. Kurse përsosja, kurse plotësimi përmban vetvete mundet me edhe mangësi. Dhe Allah Azza wa Jall këto e ka për qëllim për dhëntit e tij do të thotë se juve ju bona pra triumfus mbi Mekkën dhe Medinën, e në veçanti mbi Mekkën, mbi Qabën, shtëpinë e Allah subhanahu wa taala. Ku në atë shtëpi thot mushrikët Quraysh banin Qabën e bënshin tavaf të zhveshur, hiyadhan billah, e stërmbushur Qabja me puta, me zota, cilën i kishin emëruar ato vetë, i kishin rregullu vetë, i kishin rrejt vetë me durët e tyre, edhe i kishin vënu vetë edhe i adhuroshin me Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra para pak vitesh, aje Qabe ishte në durët e mushrikave. Në atë vend u banke shirku ndaj Allah subhanahu wa ta'ala. Ju ishi pakicë. Juve si fuqi as nuk ka mirë të menja ndonjëherë që mundni me mbizotru Qabën në durët e juaja. E kjo është dhuntia e Allah subhanahu wa taala. Që Allahu azza wa jall sot pra kupton ja u plotësoi dhuntinë e tij. Ju bëni triumfues dhe të fuqishëm dhe dhe me thonë dominues mbi shirkun dhe armiqt e juaj. Kjo është ditë feste të nderuar. Ditë feste. Për ata dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i hadith, ka thonë yawmu Arafa, yawmu an-nahr, wa ayyamu at-tashriq iduna ahl al-islam. Ka thonë dita Arafatit, dita Kurban Bayramit dhe 3 ditët mas ditës parë Bayramit, dita e 2, e 3 dhe e 4 quhen ayyamu at-tashriq. Këto thot janë ditë feste për na muslimanët, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Wa hiya ayyam akli wa shurb, janë ditët haje dhe pije. Haje dhe pije shenjë falendrimin ndaj Allah subhanahu wa ta'ala. Transmeton nga Omeri radiallahu ta'ala anhu, i cili thot, nazalat al-yawma akmaltu lakum dinakum, yani ajetin që ka lexuar fi yawmi al-jum'a wa yawmi Arafa. Në ditën e Xumës dhe në ditën e Arafatit. Wa kilahuma bihamdillahi lana eid, dhe të dija thot për neve janë fest. Festa javore muslimanëve është dita e Xumës. Veç asaj që ka na ajo e përmban vetvete pra edhe këtë mirësi pra na kupton si njeti muslimanëve. Por shkak se festat nderuar, festat e Allahut azza wa jall, dini Allah që ne ka përcaktuar ato lidhen me adhurimin te Allah subhanahu wa taala. Lidhen me falënderimin te Allah subhanahu wa taala. Lidhen me diçka madhështore te Allah subhanahu wa taala. Ha? Nuk janë veç festa, por çatan të kishire edhe festat e njerëzve të randomt, qoftë edhe të muslimanëve, me çka i lidhin? I lidhin gjithherë me diçka madhështore të ato çka është. Çka është diçka e shenjtë të ata. Për ata edhe na kanë ndaluar neve të pasojmë apo të festojmë festat e tyre. Pse se ato lidhen gjithherë me diçka të shenjtë. Pra edhe festat e tona të këshirmi apo kupton, nëse i shikojmë historikun e tyre, i shikojmë se lidhen diçka të shenjtë madhështore adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dita e Xumës. Dita e Xumës veç asaj që është obligim, veç asaj që është kupton Allah subhanahu wa taala na ka urdhënuar, të njëjtën kohë lidhen shumë gjëra historike me këtë ditë, pra njëra nga ajo është edhe plotësimi i dinit Allahut subhanahu, plotësimi i zbritjes Kur'anit Kerimit i tëri pra kupton ne në këtë ditë në çdo javë festojmë pra këtë madhështi kupton. Edhe dita Arafatit, e cila është ditë feste për ne, ditë vjetore. Edhe veç kësaj kupton e ka bë Allah azza xal të vlefshme këtë ditë, i ka dhënë vlefshmëri. Tamam? Edhe i ka dhënë mundësi dhe rast për besimtarin veç asaj që i feston dhe kënaqet, i ka bën edhe raste të volitshme për t'u afruar te Allahu subhanahu wa taala dhe për ta shpalos zemrën e tij dhe të fshehtat e tij me Allahun xhalla fi ula, ku Allahu xhalla xhelalu në këtë ditë pra
do të zbret në qiellin e dunjas dhe do t'ju thot me lajkeve, oj me lajket e mia, shikoni këta. Kanë ardhur nga gjitha viset e dunjas, e tokës, kanë ardhur janë të buën e këtë vend dhe nuk dojnë tjetër vetëm sa Allahu t'i falë. Vetëm sa Allahu Azza wa Jall t'i falë dhe thuhet se kush është në ditën e Arafatit, në vendin e Arafatit, nuk largohet vetëm se i falur. Kanë Allah subhanahu wa taala. Për ata gudon, ka thonë dietarët se ai përfshin kjo madhështi pra të gjithë edhe ata që janë jashtë Arafatit. Edhe pse ka khilaf mes në ulemave kjo mesele, megjithatë më e vërteta është se dita pejgamberi Allahut e ka lidh me kohë, ka thonë dita e Arafatit është ajo që shpresojnë besimtarët apo këto. Që Allah zgjel t'i falje dhe i ka të madhështitë e vete dhe mësitë e vete. Dita, s'ka thonë vendi quajtur Arafat, ka thonë dita Arafatit, pra ka ditë për gjithë dunjon atje, është ajo ditë dhe besimtarët e shfrytëzojnë dhe ngritën apo këto derisa kanë thonë dietarët disa nga ulemat e selefit është edhe lejume dhe preferuar që muslimanët në këtë ditë t'i mbledhin duat e tyre dhe të tubohen në vendet në xhami, pra në shtëpitë e Allah subhanahu wa taala, apo dhe ta lusin Allahun dhe të dëbojnë tekbir dhe dua Allah subhanahu wa taala, nuk ka thot problem, nuk ka ndalesë. Tamam? Nëse e shef se në shtëpinë tonë, në vendin ta nuk ke vend preferuar, unë shme koni pengum e kështu me radhë, në shtëpinë e Allahut është vendi më i posaçëm dhe më i mirë. Tamam? Në kohën e mesditës, vjen e zeni qoshi dhe adhuron Allahun, e ban tekbir dhe i ban dua Allah subhanahu wa taala. Jalla fi ula. Kanë pyetur edhe Imam Ahmedi radiallahu ta'ala anhu, ka thonë se a lejo ta bon ti, ka thonë la ba'sa bi. Nuk ka thot problem këtë problematik. Këtë gjë vetëm se normal, nuk duhet më bëhen diçka me xhamat, apo kupton, ke zbashku një me udhëhet. Jo, në xhami po si cilli e ban adhurim dhe dua Allah subhanahu wa taala vet me Allahun jalla fi ula. Është ditë të nderuar ku Allahu Azza wa Jall është betuar në këtë ditë. Dhe Allahu madhështori nuk betohet në diçka vetëm se çka është e madhe dhe e vlefshme. E Allah Azza wa Jall pra ka cek në surën Buruj ka lexuar në namaz, ka thonë was-sama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud. Pasha ditën e premtuar, dia premtuar ka thonë dita e Kiametit. Wa shahidin wa mashhud, edhe pse ka komente të ndryshme më e vërteta, kur shkon në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë wa shahidin është dita e xhumë. Dita e dëshmuar. Dita për dëshmitarin. Wa mashhud dita e Arafatit. Edhe që kanë thonë disa komente, ka thonë wa shahidin me lajket, wa mashhud thot njerëzit në ditën e Arafatit. Pra me lajket kanë me dëshmue për prezencën, abguton për prezencën e atij në njerëzve që janë ngrit dhe kanë shkuar në vendin e Arafatit për të adhuruar Allahun dhe të kërkuar Allah subhanahu wa taala. Do të thonë është ky vendi i Arafatit të nderuar është sikur njeriu për çata dhe një herë në vit. Adhurime të tjera 5 herë në ditë. 5 herë në ditë besimtari, do të thonë e pastron vetveten, shpirtin e tij lidhet me Allahun xhella xhelalu për çdo mangësi dhe mëkatim. Tamam? Kjo është ditor. Javor. Pastrimi javor. Dita e xumon. Ha? Pas e ka thonë pastrimi vjetor. Pastrimi vjetor abuton është Ramazani, i cili fshin besimtari pastrohet e kështu me radhë. Allah këtë i ka lënë këtë mundësi të arta për njerëzit muslimanët në veçanti. Ka thonë dhe pastrimi abuton dhe mundësia një herë jetësor, një herë një jetë. Është abuton ti bismillah e përgatit vetveten, me gjitha abuton që ka kërkohen kushtet e saj, edhe shkon me një vend të caktuar për të rregulluar hesapet e tua me Allahun xhella xhelaluhu, para se me ardhë një ditë ku nuk bën dobi as malli as evlati. Ha, por çeta edhe ngjana e ditës së Kiametit. Apo i ndan ditës së Kiametit, dita e Arafatit. Mirë, po kjo ditë në këtë dunjë Allah e ka lënë. Pra kjo është ditë që ti çdo se ne ke lënë onash. Ja ke kthy shtëpinë me familje, me pasuri, me punë, me çdo se që ekziston. Dhe je shtrënguar, ke shkuar në rripin, ke marrë disa ditë me shpenzime, edhe ke shku edhe do mi thonë Allah ja Rabbel Alamin, deri ta shka ku mbon falmi o Zoti i Madh. Për ata dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thotë, ai i cili shkon në haxh, me niyet vetëm për haxh, dhe i krin ceremonit, dhe nuk e dëmton haxhin me fjalë dhe veprat e dyta të këqija. Tamam? Për
Për që ta dhe gjithë ka sfida ka pak, ajo ngushësirat e fështirjet e kështë më radha, ka thonë nuk thejhet nga haxhi vetëm se si kur atë ditë kër e ka linë në i pastër. Ha? Pse unë kjo mundësi? Se ti për që ta ke shkue, për që ta dhe lidhet. Kjo po ka zënë, kjo lidhet, qërit i argumentit që lidhet me zveti, subhanallah. Për shkak se ti, do të thotë, ti donë krejt që ka ke bon prej nga lindja, deri tash, me gjitha shregullimet që e ke pas, dhe me katimet, dhe lëshimet, dhe rëshqitjet, donë o zëtë mu pajtu me ty para se me dalë ditë në kiametit. Du mu rregullu, du mu pendua precisht. Për ata nuk kanë preferuar për haxhiun, ku thojmë na, pse bëjmë kupton na shpesh ku thojmë na, që bëjmë veç haxhius bën me bon keqe. E namazliu banka, po namazliu ban për shkak se apo kupton ai vjen namazi çetrapet. Jo që ban, po e di, jo rastisht janë popull të muslimanët janë disa sene apo kupton çka për shkak se haxhiu e ka marrë dhe domethënë e ka rregulluar, si thonë, o shpendu nga gjithë çka ka bën deri tash. Edhe kjo është, si thonë apo kupton në rihle udhtim jetësor një herë në jetë. Tamam? Edhe ti ke shku dhe i rregulluj e pendu dhe shpreson që Allah të ka falë. Nuk të ka hije mo ti, ku të kthejsh apo më kthi në gjendje çka e kam. Pse se kjo nuk është shenjë e mirë. Se ti një herë, një shans që pas, një rast apo kupton, apo ke shku e rregulluar, edhe tash kthejsh apo që e kanë nuk të ka hije. Sa më e rrallë të jetë një mundësi, aq do të thonë fjala nuk ka hije mirë i kthi veprimet e dyta. Tamam? وشاهد ومشهود ومشهود ديتا عرفات فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم الموعود يوم القيامة ديتا برمتورة ديتا كامتت واليوم المشهود يوم عرفة ديتا تدشموهت أنج ديتا عرفات وشاهد يوم الجمعة ديتا جمعة رواه الترمذي وحسنه الباني رحمه الله يدشن وهو الوتر الذي أقسم الله به في قوله والشفع والوتر يدشن الله عز وجل أجبتون نتاكن نسور الفجر كركاثون باشا تشيفتين ذا تاكن التاكو كان ثون ديتارت قال ابن عباس الشفع يوم الأضحى تاكو شيفتي برا أنش ديتا بيرامت والوتر يوم عرفة هذا ديتا تك شكاوت ساك نكتايت أنش ديتا عرفاتت وهو قول عكرمة والضحاك ديتا شلون كيانش من ديم إنسان صفت ابن عباس إكرميا ذا ضحاك Përmirësive tjera është ditë që agjerimi në kësaj dite I fshin mëkatet e vitit të kaluar dhe vitit të ardhshëm. Di viteve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam në një hadith të vërtet që e ka nxjerrë Imam Muslimi nga Abi Qatada radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmi yawm Arafa faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah was-sanata al-qabila. Kur u pyet për ditën e Arafatit, çfarë shpërbimi ka? Tha për kjo ditë I fshin mëkatet e vitit të kaluar dhe vitit të ardhshëm. Wa hadha inma yustahabbu li ghayri al-hajj. Dhe agjerimi preferohet për ato që nuk janë në haqë. Dhe kjo pjesë që Allah zëri ja u ka dhonë mirësi, sikur që e këna cek dhe irse të kaluara, Allah subhanahu wa ta'ala nga mirësia ti e pakufishme nuk I privon besimtarët, nuk I privon muslimanët, ata cilët dojnë mi afro Allah subhanahu wa ta'ala. Pra kjo ditë, veçanti për haxhilerit që ka është atje, por Allah zëri u ka dhonë mundësi të gjithë muslimanëve me një agjerim të kësaj dite apo dhe ati ku shi lutet Allah subhanahu wa ta'ala pra ku të një fshin me agjerin e për mes agjerimit me katë të ti edhe në këtë ditë nëse e ruani pranohen doat e ti. Për ata dhe nuk në kam betur të nderuar shumë pak orë momenti dhe qasët ku neve në pranohen doat ku çdo njeri nga ne është I preokupuar për diçka kësaj dunjoj dhe botës ahiretit. Apo? Vetëm se rinjallë zemrën tonë. Përgatitje listën e doave. Përgatitje apkuton në fjala kohën, veçoje, një pjesë. Merre me seriozitet këtë punë. Gjallëroje zemrën edhe psikologjin tonë, anën shpirtërore. Edhe kur vjen momenti dhe dita inshallah taala, pra dita e Arafatit të nderuar, mos u zini me punë dunjën përgatitje dunjos. Nëse bani diçka bani para dite. Ndërsa mas ditën linë deri në perëndimin e diellit, do të thonë linë për ahiretin tuaj. Linë për ahiretin tuaj. Linë për çka ju brengos, çka I doni, dëshironi nga dunjoja,
Mirësitë e dunjas pra halal që kanë halal dhe mirësitë e ahiretit i cila është pra xheneti dhe magfireti i Allah subhanahu wa ta'ala. Mund dikush të thotë tamam, kjo ditë për i fshin ka të vitit kaluar me ka të vitit kaluara dhe vitit tash. Atëherë nuk u dash ka me agjeru çdo vjet. Një vjet po, apo jo. Një vjet po. Nuk u dash ka me agjeru çdo vjet. Pse? Po shkak se kupton mu po mshin për 2 vjet, unë tash në mot e kam të fshim, elhamdulillah. Për ata kanë thonë dietarët. Në këtë mesele. Ka thonë gjithë argumentet që kanë fol lidhe me këtë. Se nuk o vetëm agjerimi ditës së Arafatit. Ka dhe vepra tjera që ka Allah zëgjeli ka cek, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e vërteta i ka cek. Tamam skoro dita Ashurës, dita Arafatit, dita ka ditë të tjera kur të shkëpem sëmë që ka cek. Pas e ka thonë kuton marrja abdesi fshin me katët, namazi dhe namazin tjetër fshin me katët, agjerimi dhe në agjerimi tjetër fshin me katët, gjumon dhe në gjumon tjetër fshin me katët. Pra, ka shumë vepra që kanë të cekura në argumentin me hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Atëherë na nuk u dash ka kupton nëse gjithë të vepra na ushinkën me katë, alhamdulillah, nuk pasi nevojë fort na shumë vepra tjera me bën. Kanë thonë dietarët kur i kanë mbledh për shkak se për ta kuptuar një gjë duhet të mbledhim të gjithë argumentet dhe të shëshitim të kuptojmë si cilin në cepin e vet. Në kontekstin e vet, si është thonë dhe kur është thonë dhe për çka është. Si e kanë kuptuar ata të cilët kanë qenë prezent ndaj atij i cili ka zbrit. Kanë thonë, fillimisht ta kupton adhurimet për të arritur shpërblimin e tillë me falje mëkatësh. Tamam? Duhet është kush që ai adhurim mu bën formën më të përsosur. Në rregull. Adhurimet na çka i bojnë për shembull, a kemi mundësi na mi përsos veprat e tona? Jo. A kena mundësi na me përsos për shembull ditën adhurimin apo që pe marrë shembullin të cilën jemi na prancaj, pra ditën e agjerimit të ditës së Arafatit, a jemi të përsosur, a mund na me dhon hakin agjerimit kësaj dite? Pa e dëmtu me mëkate, pa e dëmtu me fyrje ndoshta kupton, me gibete, kupton, me shkimet ndaluara. Mos adhurime kështu me radhë, mos përmendjet Allahut shumë në tek kështu me radhë. Pra e dëmtojmë po. Ndoshta pi adhurimit, ajo çka kërkohet për me kërku, ajo çka kërkohet se i fshin mëkate 2 viteve, ndoshta është nëse vjen me këtë ditë me një adhurim të plot. Pa e dëmtu hiç. A ka mundësi dikush me marrë me këta? Jo. Kanë thonë për ata kupton nëse ti vjen me përqindje të kësaj dite. Për ata është e preferuar e besimtari që çdo vjet ta agjeron. Pse? Për shkak se nëse vjen ti me përqindje të përsosis së adhurimit, atëherë edhe fshirja ka me konë me përqindje jo e tëra. Ka me met shumë mëkate të tjera pa fshin. Po supozojmë kjo është pika e parë. Apo sebepi i parë. Sebepi i dytë kanë thonë nëse supozojmë që ti e bën adhurimin mashallah mi 100%. Atëherë çka vlen kjo? Ka thonë kjo vlen për takhfif el-kebair. I letëson nëse ke mëkate të mëdha, ato ka mja mundsu Allah zgjel mi shem. Mi zvoglu. Tamam? Po në qoftë se kupton kanë thonë që edhe këto u fshinën mashallah se s'ke pas edhe shumë. Kanë thonë atëherë këto adhurime i shërbejnë besimtari për të ngritur në drejtë. Apo se xheneti është me drejtë. Ahireti xheneti është me drejtë të nderuar. Xhenetit janë me drejtë, me shkallë, me mundësia të larta. Tamam? Kështu që dhe me thonë ti çdo adhurim, çka e bën ti kupton fjalë nëse këtë mëkat këtë ka të fshira mashallah, mëkate të mëdha këtë të fshira gjithashtu am kupton edhe atëherë çka ngritesh në drejtë te Allah subhanahu wa taala. Nëse ti kupton e jekoni i përcaktuar kupton me një shkallë për shkallët e xhenetit nëpërmes një veprave të shumta, atëherë ato të shërbejnë për në xhenet me kon sa më afër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa më afër xhenetit më të lartë dhe më të mesëm në xhenetit e Allah subhanahu wa taala. Ka thonë prej mirësive të kësaj dite gjithë njëjtën kohë është se Allahu azza wa jall në këtë ditë
nga korrizi i Ademit a.s. i kanë zirë gjitha krijesat, gjitha gjithë njerëzit, çka kanë me konë deri te njeriu më i fundit i ditës Kiametit. Tamam? Derisa kanë thonë komentatorët koranise, janë dok njerëzit për sikur bubreca. Edhe Allahu Azza wa Jall ju ka ligjëruar dhe ju ka thonë, a jam unë Zoti juaj. Elestu bi rabbikum? Këtë njerëzimi ka thonë, po si jo, ja Rab, ti e Zoti jo. Kur ka ndodhë kjo? Ka ndodhë në ditën e Arafatit, në vendin e Arafatit. Tamam? Ata që këtë lidhen, kupton adhurimet dhe festat e muslimanëve lidhen me diçka të shenjtë, me diçka historike, me diçka të vërtetë. Tamam? Edhe çka është ajo, çka është veç e shenjtë, është edhe vërtet. Subhanallah. Çdo festë, elhamdulillah, e kimi kupton në fjala është 100% e saktë dhe vërtet. Nuk festojmë diçka çka është, kupton, pallavër, jetën billah. Çka ka përcaktuar njerëzit, kupton, me prapavija të ndryshme, kupton, me politika të ndryshme, me sisteme të ndryshme dhe kalmet ato në për shkruara, kupton edhe çka një popull feston çka nuk di asgjë çka feston. Para mendo, me gjitha të ndjenja, kupton, i shfaqen ndjenja që sikur të na vjen na përbohet kur vin disa festa, Zoti i Madh, nuk shofi njerëzit përpara, a shpenzoj, a kupton, a lodhën, a tubojnë, a kupton, vëllësejnë, a kupton, vetëm ku ta kshish me bumi hes për loze kësaj feste, del kur gjë. Jedhen billah. Del shejtani që në fund. Dalin shajatinit, që kanë përcaktuar. Tamam, edhe njerëzit, për ata më kupton, nuk lejohet në adhurimin në festa të adhurohet apo të festohet jashtë asaj që ka orë në argumentet e dinit Allah subhanahu wa taala. Tjetra të ndëruar është ditë e faljes së gjunahave dhe shpëtimit e qafave tona nga zjarmi i xhehenemit. Tamam? Edhe lavdrimit të Allahut Azza wa Jall para me lajkeve. Allah krenohet këtë ditë para me lajkeve të ti. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e kanë nxjerrë Imam Muslimi nga Aisha radhiyallahu anhu, i cili thot qala ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafa. Nuk ka ditë që ka shpëton Allah Azza wa Jall qafa njerëzish nga zjarmi i xhenemit më shumë se këtë ditë. Për ata ka në hadithe shumë të tjerë ka thonë, nuk ka ditë që shejtani është më i nënçmuar se këtë ditë, më i pa shpresë se këtë ditë. Tamam? Sa i ka thonë Zotit, ja Rab, unë kam me ti shkatru dhe me ti hum këtë robrit e tu. Kam i shku në të gjitha anët, në të majnë, në të djatë, në brapa, para, nga gjitha anët. Vetëm i shkatru. Edhe s'kimi gjejtë prej ti në shumë pak falenderus ndaj Allah subhanahu wa taala. Dhe i te. Ka thënë Allah Azza wa Jall, ka thonë përveç aty një njerëzve tu të sinqert. Të gjithë, përveç atyre cilët janë të sinqert. I pakisë pra. E këtë ditë mëshira Allah Gjelle Gjelal ka mi ka plu thuj se gjithë njerëzit qoftë edhe ato që ka janë vetëm pak ju ndryqon zemra me iman. Subhanallah. Mëshira Allah subhanahu wa taala. Thamna se kjo ditë ngjan ditës së Kiametit. Për ata ditën e Kiametit, subhanallah, Allah Azza wa Jall ka me nxjerr nga zjarmi i xhehenemit njerëz derisa edhe shejtani ka me shpresu ndoshta mos po më nxjerr edhe mua. Ha? Apo? Edhe këtë ditë Allahu Azza wa Jall ka me fal njerëz derisa shejtani ka thonë në shumicën e hupa në këtë ditë çdo vjet Allahu ju mundson njerëzve dhe me thonë që Allah i liron i shpëton nga zjarmi i xhehenemit shumë qafa me pak vepra. Tash atë vitin je kon gafil, je kon i shkujdest përveç farzave të Allahut subhanahu wa taala këtë ditë agodon je pak më aktiv. I kthesh Allah subhanahu wa taala. Pendohesh, rregullon vetveten. Tamam? Këtë ditë mundesh më shpëtu. Këtë ditë mundesh më shpëtu qafën tonë nga zjarmi i xhehenemit. Për ata mos i le mundësit, mos i neglizhojni mundësit dhe veprat, qoftë e madhe apo e vogël, qoftë pak me një ditë, unë thotë çka s'kum bën, kupton, në sot unë të bëna haxhie, kupton, ti kthejna Zotit, e Allah po mi fal çka kum bën 11 muaj, Allah ti fal. Wa rahmeti wasi'at kulli shay. Allah zë ka thonë çdo gjë rahmeti Allah e ka mbizetru. Kurse mëkate janë gjë.
Mëkat janë gjë, apo? E Allah ka thonë rahmeti jam mbi gjithçka. E rëndësishme është që mi u kthie Allah subhanahu wa taala. Ditën e Arafatit, ditën e Xhumës, ditën e Bajramit, ditën e çfarë të ditë, çfarë të natë kthie Allah subhanahu wa taala. E në veçantia kupton këtë ditë që Allah azza wa jalla ka përcaktuar si mundësi. Se kjo nuk ka vetëm për muslimanët e mirë, ku mashallah i miri, këto hajse na ashtu po i grajmë, ku jo për një ditë çka më bën. Jo, i nderuar. Kush thot la ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah. Sado që ke mëkatuar vëllai, sado që ke bën je neglizhuar. Mos pritomi u kthie Allah subhanahu wa taala. Në momentin që ku vetëm zemra jote don mi u kthie Allah dhe shpreson të makfireti Allah xhelle xhelaluhu, puna jote është shumë afër faljes. Shumë afër përmirësimit. Tamam? Xhamit nuk janë vetëm avguton për ato që i falin 5 kohë namazit janë. Kjo është shtëpia e Allahut për gjithë ata që dojnë me Allahun më rregullu. Pra kohët që Allah i ka veçuar dhe ju ka dhënë dhe mundësi për musliman janë për të gjithë. Bile Allah subhanahu wa taala me termat më përgdhelëse, me ligjerim më përgdhelëse që ka ardhur atyre që janë stërmbushur me gjuna dhe mëkate. Ka thonë qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ka thonë thua ja Muhammed, o ju robrit e mi që ne keni stërmbush vetëm me gjuna dhe mëkate. Vesh mendoj tash njëunin në kuton, me emën e mbjejmen që ka e di se ajo është i fshim. Bane men Allah o të thirë këtë moment. Mos se hum shpresën ndaj Allahut. Se nuk ka mëkat më të madh se humbja e shpresës. Humbja e shpresës është më e madhe se vetë mëkatimi. Nëse ban mëkat, ban sa ban. Nëse ti gjithherë shpreson te Allahu ka më të fal, ti i përmirësuar, ti je me shans të madhe. Mëkati më i madh se sa vetë mëkati është me humb shpresën. Allah ka thonë dhe nuk e humb shpresën ndaj mëshirës së Allahut vetëm si një popull kafir. Ejadhan billah. Vetëm si një popull jo besimtar. Tamam? Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah po thot pra këtë ditë, o ju të cilët e keni stërmbushur vetën me mëkatet tan vitin. Ktheju Allah subhanahu wa taala për një çast. Ktheju Allah subhanahu wa taala, pendo, rregullo. Edhe kur thonë pendohu, rregullohu, nëse je ti apo kupton i zhitur ndoshta në veprime, që nuk do të thotë se ti më një herë 180 shkallë me ndryshuar. Rëndësishme është ti me kthi kokën dhe vendoshmërinë tonë ka Allah subhanahu wa taala. Dhe brenda kohës me kalimin e kohës ti shkon të përmirësuar vetën. Se këtë ditë apo kupton, ka pas edhe për vetë sahabëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo kupton shumë gjëra, shumë veprime, apo kupton nuk i kanë ndaluar më një herë. Tamam? Po ti me forcimin e vetvetes, me adhurimin e Allahut subhanahu wa taala, me rritjen e imanit, ato shkojnë ti veç kon ti pa pastaj. Se s'janë ato etike. Adam, s'janë etike, s'janë të mira. Ti vetë vjen marrë mëson në vet. Për shumë gjona kur në hekdore, kështu më radh. Çfarë thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Këtë ditë më shumë të shkaliron qafën nga zjarri i xhenemit. Tamam? Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim almalaika. Pastaj Allah azza wa jall zbret në qiellin e dunjos. Ati I takon madhështia ati si zbret. Tamam? Përderisa teksti I pejgamberit alayhi salatu wasallam, teksti I wahit Allahut thotë kështu, na kështu do të më besu. Edhe në me kalu. Si nuk do të më shtim mendjen si për shkak se do gjë për çata që un besim, çu besim fe. Tamam, do gjëra do të më besue. Pse? Do gjëra janë për tej se mendja nuk është fundi I gjërave. Mendja të menduarit ka kufi, caktu. Tamam? Nuk mund mi perceptu mendja shumë gjëra, shumë sende. Për ata që ka jashtë asaj kufinit, që ka na nuk mund mi perceptue, na duhet mi besue tekstet që ka nashtë. Ka teksti, zbret Allah, afrot Allahu xhelle xhelalu, se afrot ati takon madhështia ati subhanahu wa taala, edhe ju thot me la edhe krenohet para me lajkëve. Çka thot? Ma arada haula. Çka dojnë këto thot? Ha? Çka dojnë këto? Subhanallah, këto dojnë mi fal. Që do të thot I kun fal. I kun fal të gjithë. Subhanahu wa taala. Për ata që ka në hadith pejgamberi sa një hadith tjetër, për mexhliset ku përmendet Allah subhanahu wa taala, apo mësohet fe Allah, mësohet Kurani I Kerimi, e rrethojnë atë mexhlis me lajkët. Tamam? Deri në qiell.
Edhe bojnë me lajket dua, Zot fale këtë dhe mëshiroj. Dhe ka thonë dhe nuk ngritin nga kimi xhli pasaj vetëm se me katet falura. Pastaj me lajket dhe thonë ja Rab, rreth atij mexhlisi janë do persona kalimtara me një veçan ulati, nuk kanë për qëllim mexhlisin, po janë gjenden afër aty. Ka thonë për shkak mirësisë dhe madhështisë së saj edhe aty janë falur. Për ata kanë thonë edhe dietarët, nëse ne supozojmë se janë të falur në këtë ditë njerëzit e Arafatit, prezantuesit që kanë prezantuar në Arafat, pra kanë thonë me këtë hadith kuptojmë, kanë thonë se edhe ata të cilët i preokupon kjo dhe kudo që janë botë atje për shhatër kësaj dite dhe atij vendi, Allah zot thotë të gjithë janë të falur. Të gjithë janë, edhe pse jemi na këtu. Amojnë shepina Allah xhalla xhelalu dhe barabar me atë haxhiu në Arafat ti e këtu me dur për pjet. Drejtuar Allah xhalla xhelalu me të njëjtat dua i thotë Zot falem, ti thotë Zot falem. A thotë Allah xhennetin, ti thotë Allah xhennetin. O Zot mo i rregulluar inshallah thashë tani na ti të njëjtin e thu. Nuk smujta me ardha atje po këtu ku jam. E Allahu xhalla xhelalu kur ta shohë ndëshmërinë dhe besimin dhe imanin dhe dëshirën tonë, je i falur. Ku ti thoj me lajke haxhive atje jeni të falur të gjithë ata të cilët i ka preokupuar pra, a e di dhe janë ju kanë përveshur asaj dite, inshallah taala Allah azza jalla na ka pranuar mëshirën e vet. Cilët janë disa vepra të nderuar që inshallah mos ta vonojmë kohën. Disa vepra këtë ditë na tham, vepra më e mirë është agjerimi. Siç thënë ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u pyet për këtë ditë çka tha, siyamu yawmi arafa inni ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Kur u pyet shpresoj se kjo ditë ka mi fal mëkatet e kaluara e vitit kaluar dhe vitit që ka vjen. Dhe kjo ka thonë është e preferuar për ata të cilët nuk janë në haxh. Dërsa për ata që janë në haxh, ajo është dita e Arafatit ta. Për ata ka boletësim shariati i Allahut, për ata të cilët janë të raskapitur. Më dhon Allahu azza jalla mundsi atyre të lodhurve, tamam, të lodhur të raskapiturve në atë kodër në atë vend, kupton? Nuk ja u ka preferuar xherimin. Vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra në ditën e Arafatit pra ka hongër dhe ka pi dhe nuk e ka xheru këtë ditë. Ndërsa ne e shohim se ai ka preferuar për ata cilët nuk janë në haxh ditën e Arafat në mënyrë që ta arrisin këtë mirësi. Ikthar min adh-dhikri wad-du'a. Vepra e dytë është mirë me bën dhikr sa më shumë edhe dua. Me bën sa më shumë dhikr edhe dua. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam khairu ad-du'a du'a yawmi Arafa. Duaja më e mirë është duaja e ditës së Arafatit. Doja më e mirë, ku më thonë dietar çka do të thonë doja më e mirë, është doja më e bereqetshme. Doja më madhështore. Doja që ka pranohet te Allah, doja që ka më shumë sevap. Çka shpresohet më shumë ti shpresë më e madhe që Allah azza wa jalla pranon. Ka thonë wa khairu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli, edhe këtë ditë çka kena thonë unë dhe pejgamberët para meje më mirë ti që kena thonë diçka është fjala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Me bo dua pra, edhe me thonë sa më shumë që dua. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Nuk ka të adhuruar o Zot postej dhe nuk ke ortakti. Lahu al-mulk ti takon pushtet, wa lahu al-hamd ti takon falënderimi, wa huwa ala kulli shay'in qadir dhe ti je i mundshëm për çdo send. At-takbir, këtë ditë të Arafat është mirë me bon sa më shumë tekbir gjithashtu. E bon çka? Tekbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, walillahi alhamd. Mundoh me bon sa më shumë. A rrugës, a në punë, a në shkollë, a ku jetë, a në shtëpi. Ban sa më shumë dua, vetëm në llojet e adhurimeve. A ban dua. Tamam? Agjerimin mo, agjeru shëmje. A ban dua, a ban dhikr, a ban tekbir, Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe fundit, doja. Se ne e cekëm, para kësa e pëkuton, i këthar min e dhikri o dua. Me bo dhikr edhe doa. Doa e ka është pika e 5. Pika e 5 me bo doa. Edhe në fakt dita e Arafatit dita e doave. Për ata dhe kanë preferu djetarët në këtë dit, mos u mundoa bismillah ta marr Kur'an i Kerimin, edhe t'ja nisi të lexoj 5 gjuza Kur'an. Tamam? Nuk është e preferuar. Për ata çdo
momenti du të më gjetë adhurimet e posaçme. Për ata pejgamberi sa çka ka thonë, në ruku nuk bëhet doja. Në ruku nuk bëhet doja, pa ti bëhet madhërim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Doja është në sejdë. Doja është sejdë për dua. Për ata dhe dita e Arafatit. Dita e Arafatit nderuar është për dua, Allah na kalon këtë ditë për dua. Për mundësi ti më lut Allah subhanahu wa taala. Jo me shku bismillah, është sevap i madh me lexu Kur'anin e Kerim. Po tash momenti nuk ka ti me bën këtë adhurim. Momenti tash është me bën një adhurim tjetër çka ti ki më shumë nevojë edhe bashkë për këtë ditë është veçu për çet punë. Për me dua. Tamam, bon dua, bon tekbir, bon dhikr Allah subhanahu wa taala, agjerim, pastaj mundo me bën vepra të mira. Këtë ditë me dhoni sadaka. Këtë ditë me vizitu dika. Këtë ditë me vizitu një smut. Tamam? Këtë ditë mundohu dikush jo është e ranë dhe keq me shkumja letësu. Për ta dua në që ka bën dua, mundohu gjithë herë mja bashkan gjitë dhe një vepër të hajrit. Gjithë dua që ka i bashkan gjitë të një vepër e hajrit me këtë një jetë, është ma shumë afër pranimit. Ajo dua, të Allah subhanahu wa taala. Tamam? Sa janë sikur wasile, sikur taqarrub, sikur afrim te Allahu xhel pa afrosh te Allahu xhel xhelaluhu nëpërmes asaj vepre. Tamam? Po don nëpërmes asaj vepre që do të thonë që Allahu xhel ta shikoj doan tonë dhe ta pranon ti. E kështu. Pra të nderuar lutim Allahu subhanahu wa taala për mos ta zgjat më shumë, lutim Allahu subhanahu wa taala se këtë çështja ndërrosh ka folmi ne, është për me ngrit vetdinë dhe me afrue me pa të vërtetën e kësaj dite. Me pa kupton atë vlerën e kësaj dite sa më shumë, në mënyrë që sa më shumë ta dim nisen, as më shumë na ta ruajmë dhe dim se si më shfrytëzue këtë ditë ku lutim Allah subhanahu wa taala që Allah azza xhel këtë ditë ta ban ditë përmirësimi për ne. Ta ban këtë ditë Allah azza xhel ditë falje për ne. Ta ban këtë ditë Allah azza xhel ditë regjistrimin banorëve të xhennetit. Ta ban këtë ditë inshallah Allah azza xhel ditë fitore për gjithë muslimanët. Lutim Allahun xhel xhelal që ta ban këtë ditë triumfit të imanit, të inshallah prej kësaj dite e tani dhe besimtarë mbi kufrin dhe kufarat. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.